Po e para punës ngërçe që u kriju dje në votimin e raportit për verifikimin e mandateve, mendoj që kishte si pasojë mos pasjen e numrave të zotit Kurti ose mos dashjen e krijimit numrave për qeverinë e Pakicës, për shkak se si duket është duke kalkulu sa është më mirë që të jetë në një qeveri të Pakicës zoti Kurti apo të shoj rrollën, ndoshta qoftë opozicia apo dikujt tjetër, sepse për mua ishte e pamundur që mos krijohej qeveria pasi që Pakica nuk ishte problem t'i akomodoj me qenë se me nismën kishte një farë dakordimi para prak, ndonë që ata po thonë që s'kem koalicion, po ekziston një dakordim, edhe Pakicat mund të akomodojshin pavarësisht kërkesave atyne që disa prej tyne kishin për ministri, por unë si shpesha situatën ende nuk ka vendosmëri për brenda vetëvendosjes, a o ma mirë me bo qeverinë e Pakicës një vjeqare, apo me alçu rrollën opozitës me bo këtë qeveri edhe me shku këta në opozitë dhe janë ende duke kalkulu këto situata. Kundërta nuk ka pas arsye sepse mendoj që gabimi që o bon fillim është që KQZ-ja nuk ja kërkoj le të themi dërheqet qoftë kryeministit Kurti, qoftë anëtarëve të kabinetit e tij para se që të certifikoheshin rezultatet. Këtu në mendoj që u bo shkelja e parë e kushtetutës, e dyta mund të vazhdohej dje në rast se do të bëhej pa dorëheqjen e kabinetit qeveritar, ani pse për mua nuk është problem a shkon këm punë apo nuk shkon, kjo nuk paraqen ndonjë problem, sepse ashtu kështu do të ishte një qeverisje në detyrë kështu me radhë, edhe për këtë gjë më tepër do të mjalon gjykatës kushtetuese me interpretu. Megjithatë, për mua ka pas shumë rëndësi që t'i ofrohet dorëheqja qoftë sekretarisë kuvendit, edhe në një forme kësaj procedura do të kalonte në mënyrë të rregullt dhe do të kalonin te hapi i dytë i betimit, le të themi deputetëve dhe hapi i tretë votimi i qeverisë. Prandaj, mendoj që këtu ishte problemi dhe mos pasja numra dhe mos vendosmëria e Albin Kurtit që atë shkoj me një qeveri të Pakicës apo le të themi të çoj rrollën opozitës ose të krijojë një klim për zgjedhjet parakohshme nëse ka le të themi mirë kuptim për ndonjëres prej partive opozitare. Po e para punës në mendoj që do të më kthy te seanca, sepse edhe nëse i bëjnë pyetje gjykatës kushtetuese, le të themi zoti Dehari si kryesuesi seancës në legislaturën e re, gjykata nuk do t'ia përgjigje sepse nuk ka akoma le të themi një vendim kuptimin e asaj që a do të miratohet le të themi konstituimi i legjislaturës së re apo nuk do të miratohet, domthonë këtu është problemi kryesor. Në rast se nuk kemi ne hapin e parë që është konstituimi i kuvendit, pastaj betimi i deputetëve, unë s'di si ka me qu gjykatë kushtetuese dhe për çka ka me qu. Kur është e bardha, si thuhet e zeza mbi të bardhën, e qartë që kërkohet një dorëheqje mbas ligjit të ri që kanë miratuar vetëvendosja kuvend, dorëheqja e zotit Kurti dhe anëtarëve të kabinetit e tij, dhe pastaj mund të ofrojnë. Por si duket me qenë se nuk i ka numrat për qeverinë e Pakicës dhe njëjtën kohë edhe s'ka le të themi, edhe nëse i ka numrat nuk ka si duket një vendosmëri të zotit Kurti që të shkohet me qeverinë e Pakicës, ai si duket e pret ose të bën një qeveri le të themi të formatit madh për të siguru qeverisje 4 vjeçare me PDK-n ose me LDK-n, ose tenton të krijojë klim për zgjedhjet e reja, po edhe pse këtë gjë dihet që nuk ja aprovon kushtetuta sepse do të kaloj rralla tek opozita, por siç po duket bazë qëndrimit që ka pas aktuali dhe demokratike, gatishmëria për me pas qeveri të opozitës është jashtëzakonisht e vogël e pothuajse minimale.